Shëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Turqi, do të flasim me teologun Eduard Artori për vizitën e kryeministrit Edi Rama pak ditë më parë në Izrael, parapaskenat e kësaj vizite, cili ishte qëllimi, interpretimet e shumta në media. Gjithashtu do të flasim për vizitën e presidentes së Kosovës në Turqi, Vjosa Osmani, që pasoi me njohje nga Sudani, dhe aludimet media se mund të jetë Siria shteti i radhës që do ta njohë Kosovën, por edhe për zgjedhjet e 11 majit dhe kandidatët musliman. Eduard, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Po. Atëherë do ta nisim nga vizita e kryeministrit. Pavarësisht se vendi i vogël, por zuri një hapësirë midis kësaj që po zihen në Fiks fare. Në fakt, shiko, flasim për kryeministrin dhe domethënë ndonjëherë ai bën disa gjëra të cilat domethënë i jep një rëndësi, një fluks të madhe, domethënë e cila është shumë e madhe se sa vetë domethënë rëndësia që ka qeveria shqiptare në politikat globale. Edhe mirë po, domethënë kjo është karakteri i kryeministit tonë, domethënë i cili i bën këto shfaqje të tilla. Dhe edhe kjo vizitë që ka bërë në Izrael, në të vërtetë unë kam lexuar ndryshe këtë vizitë. Pra kryeministri në atë diskutim, në atë fjalim që ka mbajtur aty, ai në të vërtetë është duke paralajmëruar rënien e Izraelit. Domethënë krejt diskutimi i tij, domethënë dikush mund thotë që ai krahasoi Hamasin me nazistët, apo ai tha që Shqipëria shtëpia e dytë e izraelitëve. Unë për mendimin tim i shoh vetëm në këtë mënyrë. Kur ai tha që ne do të ndjekim gjurmët e të parëve tanë, të cilët do të ndihmuan hebrejt, të cilët largoheshin nga nazistët, të gjitha këto nëse ne i marrim dhe i fusim në atë copsat e vetat mozaikut, formohet një tjetër lloj mesazhi, të cilin kryeministri shqiptar ka thënë aty. Pra mesazhi ka qenë ky që ju do të ikni nga Palestina, sepse nazistët, pra ato në thonjë se ato të Hamasit do t'ju përzejnë, dhe normalisht shtëpia jonë do të jetë Shqipëria do të jetë shtëpia juaj e dytë, dhe gjithashtu ne do të bëjmë atë që bën të parët tanë, pra që ju mbajtëm, mbasi ju ishit të ikur ose të përzën nga Europa e asaj kohe, ndërkohë që tash do të jetë rasti që ata të përzehen edhe nga Palestina. Pasi ata edhe në Palestinë, edhe në Europë, domethënë asnjëherë nuk kanë qenë shtetas besnik të atij vendi. Nuk i kanë ndier kurrë veten, domethënë si shtetas besnik të asaj shoqërie. Nuk janë, le të themi, nuk janë integruar me popullatën vendase. Gjithmonë, edhe në Europë ku kanë qenë më përpara, gjithmonë nuk janë integruar me europianët. Por ju mendoni që do të integrohen këtu? E kanë qenë në Shqipëri. Domethënë, shiko, për mendimin tim, gjitha ato që ka thënë kryeministri atje në Izrael, në Tel Aviv, janë gjitha pralla. Domethënë gjitha ato që, sepse në moment që nëse ndodhe që thotë kryeministri, pra që izraelitët të vinë tek ne dhe ne të bëjmë atë detyrën e famshme të marrjes së tyre si refugjat, duke ashtu siç bën prindërit tanë ose parët tanë, unë do thosha që atëherë ka rënë edhe sistemi i zionizmit. Pra kur Izraeli shembet, ka rënë të sistemi i zionizmit. Dhe nëse bi sistemi i zionizmit, as Rama dhe askush sikur Ramës nuk do t'i bjerë më në mendje për disa çifut që vinë domethënë me trasa në krah edhe lëvizin për në Ballkan. Edhe ajo që ndodhi është ajo që ka thënë dikur edhe presidenti i Turqisë, ka thënë në fillim të këtyre masakrave që bën Izraeli në Palestinë, i ka thënë që ju do vini do kërkoni mëshirë tek ne. Pra ju do të shembleni, do të shkatroheni dhe do të kërkoni mëshirë tek ne, tek turqit. Dhe kjo do të ndodhi në të vërtetë. Domethënë ata kur vinë me trasta në krah të përzën nga Palestina dhe kur Izraeli mos jetë më një projekt domethënë ekzistent, atëherë do të shohësh që refugjatët që fut do të jenë të përhapur siç i futin shkretëtir. A është realiste kjo ide, domethënë mbështetet vetëm tek situata aktuale, pra sa ku mbështetet? Koha do ta vërtetoj këtë që po them, edhe do të jetë shumë afër këtë ditë, jo shumë e largët, por krahas kësaj ne shohim që çifutët në vendet tona në Ballkan, çifutët kanë bler toka, kanë bler pasuritë patunshme, madje edhe pallatet që ne shohim, unë dyshoj shumë se ato pallate nuk janë bërë për shqiptarët. Po dikur u fol para disa muaj që mund të ishin bërë për palestinezët.
ashtu është folur, por në të vërtetë asnjëherë se ka përmendur kryeministri shqiptar nuk ka përmendur palestinezët duke i thënë që kjo është shtëpia juaj e dytë, por ka thënë që kjo është shtëpia juaj e dytë për izraelitët. Dhe nga ana tjetër, ata që i kanë blerë këto tokë, ata që i kanë blerë këto prona, nuk janë palestinezët, por janë çifutët, ata janë kompani izraelite. Dhe më e keqja ku është, domethënë në gjithë këtë çështje, që ekziston një dokument i tillë, në fakt një raport i shkruar nga një gazetar diku rreth viteve 1936, nëse s'ka bëj, të cilët ata e zgjidhnin ose e preferonin Shqipërinë si vendin në të cilin ata mund të vendoseshin nesër. Pra në një kohë tjetër ata të vendoseshin në Shqipëri. Plani B. Sepse pse pikërisht Shqipëria do? Sepse ata duan një shtet ose një zonë, një territor i cili ka kapacitetin të mbajë ata. Pra mos jetë shumë e madhe, sepse ata nuk janë shumë popull, ketë një kapacitet vogël, mos ketë shumë histori, mos ketë shumë lidhje me histori, shumë rrojt thella në histori. Ata për shembull nuk mund ta bëjnë këtë gjë me francezët, për shembull, që të përzejnë një cop tokë francezët ja marrin ose gjermanëve, sepse janë shtete që kanë bazament shumë të fuqishëm në qoftë edhe në histori, por qoftë edhe në politik. Dhe vinë tek shtetet vogla, si puna e shtetit shqiptar, si puna e shtetit Kosovës, e këtyre shteteve ballkanike, të cilat gjithmonë i kanë pasur rrojët e dobta poshtë, dhe me politikat që kanë bërë në kohët e fundit, që le të themi këto 10 vjet e fundit, por edhe më përpara, kanë qenë politikat e përzënies popullit shqiptar. Dhe interesant, unë edhe kam shkruar këtë pjesë, interesant gjuha e Edi Ramës me shqiptarët dhe gjuha e Edi Ramës në Izrael. Ndërkohë që shqiptarëve i thotë në fushatën e tij elektorale thotë që do t'ju bëjmë pasaportat europiane, pra që ju t'ikni ku doni. Ndërkohë izraelitëve i thotë Shqipëria është shtëpia juaj e dytë. A kupton ku është mesazhi këtu në këtë mes, ku si mund të lexosh në mes dy këtyre mesazheve? Ne si shqiptar po do të na përzej, ikni thotë, largohuni. Dhe nga ana tjetër domethënë të hecën sipas asaj agjendës që izraelitët të vinë në Shqipëri, të ndrojë komsinë domethënë. Nëse do të vazhdonin këtë ide, vendosja e tyre mund të ishte në një territor të caktuar apo në gjithë vendin? Ata nuk do të ndodhin diçka e tillë, domethënë nuk ka për të ndodhur sepse ato do të absorbohen rrugës, domethënë plus si mendoj tash Zoti e di se si do ndodhe pjesë, por ata duhet të kalojnë përpara në Turqi dhe do të jetë Turqia që do t'ia gjejë hallin aty. Unë mendoj shumë që izraelitët do përballen përpara me Turqinë. Këtu domethënë në Turqi e kanë fjalën, edhe Turqia do të merret me ta pastaj kur e kanë fjalën do të merret e kanë fjalën në kujdes ta me kuptimin e parë të fjalës. Pra do të merret me kujdestarinë e tyre. Kurse projekti plani B ndjes, plani B Shqipëria bëhet pa bekimin e Turqisë? Po vëlla nuk bëhet nuk bëhet ky lloj projekti izraelit, ky projekt zionist nuk bëhet në Shqipëri. Jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, përgjithsisht unë nuk e shoh se do të bëhet. Pse nuk e shoh? Sepse le të themi që Ballkani është influencë turke. Dhe për këtë është investuar fuqishëm nga Turqia, është investuar fuqishëm që politikisht, ekonomikisht, ushtarakisht është investuar që ky territor të mbetet territori i influencës turke. Ashtu, gjithmonë ekziston një vllajma. Gjithmonë duhet ta dinë edhe shqiptarët në Shqipëri dinë pse këtë. Pak ne kanë fjalën në rangjet e larta të politikës ose edhe të mbrojtjes shqiptare, dhe kjo është gjë e mirë që Shqipëria, domethënë edhe Turqia nuk janë lidhje thjesht disa lidhje diplomatike, protokollare ashtu, janë lidhje historike të cilat nuk janë rrënja aty poshtë. Janë rrënjë në Ballkan, Turqia ka rrënjët e saj, ka gjakun e saj, edhe nuk mund të bëhet ai gjak, nuk mund të bëhet ujë, si thënë fjalës, dhe patjetër që ekziston politika fatgjate për ndikimin pozitiv të Turqisë në Ballkan. Dhe ruajtjen që Turqia do t'i bëjë Ballkanit në çfarë do lloj mundësie që mund të kenë në konfliktet e ardhshme që mund të ndodhin. Pra ruajtja në këtë status quo që është, nuk flasim ndoshta për një ndryshim harte. Po. Jo, nuk bëhet fjalë. Shiko, koha e ndryshimit të hartave ka marrë fund për mendimin tim. Ajo do të jetë thjesht, domethënë shtete siç jemi në një union, siç është Unioni Evropian, mund të ketë unione të ndryshme, mund bëhet dhe unioni me Turqinë, nuk i dihet.
Por në këtë mënyrë unë e shoh edhe Turqia, besoj kështu e shef edhe Turqia çështjen e ndikimit dhe influencës së saj në Ballkan përgjithsisht. Pra shtetet janë këto që janë, bashkimi të ketë union ekonomik, union politik, union kulturor e tjera me radhë. Mirë, po kjo do të jetë edhe garanci, nga ana tjetër që mos kemi, domethënë, sepse normalisht pa Turqinë ne kemi armiq tanë që në fshinjën tanë, domethënë qoftë Serbia e ndikuar nga Rusia, po qoftë edhe Greqia, mund të bënin shumë dëm në Shqipëri, domethënë, kupton? Mirë, po pikërisht është ky garantues që është Turqia, e cila e mbron Ballkanin në këtë stabilitet në cilën është aktualisht në kohën tonë. Dhe shpresojmë që kështu do të jetë. Tregoj një provë të mirë edhe me rastin e Kosovës, që lobimi turk besoj ishte për sa i përket njohjes, edhe Turqia gjithmonë është treguar vëlla i madh për ne. Domethënë le të flasim realisht, është treguar vërtet vëlla i madh, domethënë që në kohën, madje edhe në 97-ën kur mos harrojmë Tansu Çiller ishte ajo që e kërcënoi domethënë kryeministin grek asaj kohe, nëse mbaj mend tash Mitsotakis kush ka qenë në atë kohë, e kërcënoi drejt për drejt, i tha nuk bën, ti nuk do të futesh në Shqipëri, se nëse futesh në Shqipëri ne të hyjmë në Athinë. Pra çështja është e thjeshtë. Sa është forcu Turqia nga vitet 50 paktën e deri tani, Turqia e ka mbajtur Ballkanin në këtë status quo që është. Përveç kohës, domethënë kur ndodhi lufta në Kosovë dhe në Bosnjë, që ishte ajo ndarja e madhe, në atë kohë në fakt Turqia ka qenë edhe e dobët, domethënë le të themi kështu. Por pastaj ndikimi turk në këto vende ka qenë shumë i fuqishëm dhe ka ruajtur këtë lloj harte që ne kemi, dhe besoj që kështu do të jetë edhe më tej, domethënë. Aq më tepër edhe tani që Trumpi duket sikur po ka një tërheqje të butë, Turqisë besoj mund t'i kaloj ndoshta në rastin konkret pa që ta plotësoj pjesën e presidentes Kosovës, ju thatë shumë bukur e lidhët. Edhe kjo pjesë, pra, kur Turqia është një nga shtetet të cilët po ndikon më së shumti në botë, duke bërë rolin e një ambasadori për Kosovën, për njohjet e Kosovës, ka ndikuar fort në botën arabe, dhe kjo e fundit e Sudanit, njohja. Dikush mund thotë, po çfarë është Sudani, më burr? Sudani ka problemet e veta, apo Siria në rastin tjetër. Shiko, këto vende sado që mund të kenë problemet e veta, nëse merret ai numri i duhur, Kosovës i duhen diku ke rreth, nëse s'ka bëj 7 ose 9 vende, për 7 ose 9 shtete pra njohjet e reja, që të kalojë atë pragun në cilin mund njihet si anëtare me drejta të plota në KB. Dhe nuk e di se sa i kanë mbetur tash, se duket se ka pas edhe tërheqje të 2 ose 3 shteteve. Pra du të them që ne na intereson edhe nga, pavarësisht se sa i vogël mund të jetë shteti. Domethënë edhe nga shteti më i vogël na intereson njohja e Kosovës. Kështu që kjo që Turqia po bën është vërtet diçka e sinqertë, diçka me dashni. Nuk është çështje, edhe është çështje që shikon larg çështën. Pra, nëse Turqia nuk do të kishte të tilla njete për të ruajtur kufirin në cilin jemi sot, që ekzistojmë sot në Ballkan përgjithsisht, atëherë nuk do lodhej kaq shumë për njohjet e Kosovës. Pra do ta lëndë Kosovën të trazohet kështu siç është, dhe pastaj ose e merr Serbia ose e merr siç po bën Europa në fund fare. Europa këtë bën. Europa e lën Kosovën balt, në mënyrë që nesër ta përdorë si monedë këmbimi për Rusin, mjep këtë, më liro toka këtej nga Ukraina ose nga Polonia apo diçka tjetër nëse ndodh, dhe ne t'japim pjesë nga Kosova, pra t'japim Kosovën për Serbinë kështu me radhë. Pra, ata bëjnë pazare të tilla, kurse Turqia s'bën pazare. Me këto vende Turqia nuk bën pazare. Pra, sepse këto janë zonat e veta të influencës e tjera. Po. Për sa i përket edhe bekimi që i dha edhe Trumpi, se ishin dhe ato fjalë të mëdha që tha pak ditë më parë për Erdoganin. Patjetër. Shiko, Trumpi e di që Turqia nuk është shtet i lehtë, domethënë nuk është shtet që mund të tallesh me të dhe mund të ashtu. Turqia ka edhe krizën brenda e kaloi tani me Imamoglu, duket se atë stuhin e kaloi. Jo, e kaloi dhe unë thashë që do ta kaloj pa problem, domethënë këtë pjesë sepse e nisi vetë, domethënë. Kupton, edhe kur e nis vetë dinë edhe pasojat, domethënë se çfarë mund të ndodhë, dhe gjithë kanë qenë llogaritme. Kupton? Thjesht çështje që ai u dënuar domethënë ose po dënohet për çështje penale dhe jo politike. Dalim ke Trumpi, edhe Trumpi po ashtu domethënë e kupton se ka të bëjë me një shtet me themele, me tabane të forta, dhe që thotë më mirë ta kem afër meje, ta kem nanën time se sa kundër meje. Dhe kjo është
Kjo është diçka e zgjuar që po bën dhe Turqia po shfrytëzon mirë këtë pjesë, domethënë, po shfrytëzon shumë mirë faktin që Trumpi don ta marrë afër. Ju lutem, jepni një koment për zgjedhjen në Shqipëri dhe përfshirjen e kandidatëve musliman. Shiko, zgjedhjet në Shqipëri pothuajse janë të, nuk e di domethënë, unë e di që do të ketë rezultati pothuajse dihet sepse ne kemi një opozitë shumë të dërmuar, një opozitë plagur. Kur them plagur, jo vetëm thjesht për moshën e Berishës, por edhe mentalitetin e plagur që të gjithë ata të cilët i shkojnë brava Berishës apo ata që i shkojnë Lulbashës e me radhë, janë gjithë mentaliteti plagur i opozitës dhe një mentalitet i cili nuk prodhon asgjë, domethënë dhe nuk pint për zgjedhësit shqiptar. Rama do ta fitojë normalisht, do ta fitojë sepse ashtu janë bërë llogarit me Ramën. Mirë po tash nëse dalim tek çështja e muslimanëve, domethënë që kanë kandiduar për partinë e Ramës, sidomos, unë do të thoya që ata u bë një debat i madh në fakt para ca ditësh. Edhe në momentin e prezantimit në hapjes së fushatës, njëra nga kandidatët ishte në krah të djathtë të kryeministrit. Shiko. Jo pa qëllim. Po, patjetër. Do të them këtë që që një debat i tillë edhe në mesin tonë si musliman që këta njerëz, domethënë, nuk duhet të qëndrojnë me Ramën sepse Rama na tradhtoi në aspektin që tradhtoi vlerat tona si shqiptarë dhe si musliman, kur ndërkohë që ne, domethënë, jemi, ai flet në emrin tonë dhe në emrin tonë ai shkon dhe bëhet me kriminalin presidentin izraelit, i cili është një shtet kriminal dhe vetë presidenti, por edhe vetë qeveria është një qeveri kriminale. Dhe me këta njerëz Rama flet në emrin tonë. E normalisht kjo krijon një indinjat shumë të madhe për gjithë ne si shqiptar, sepse ne nuk jemi dakord me Ramën në këtë pikë. Ai ka qenë ka folur vetëm në emrin e vetes vet, por jo në emrin e shqiptarëve. Mirë po tash ideja ishte tek muslimanët tanë që janë në partinë e tij ose që po kandidojnë atë. Unë personalisht e shoh idenë që ata nuk kanë asnjë fajt të kjo pjesë, pra nuk mund të mbartin mbi vete tradhtinë të cilën Rama bëri, në fund fare nuk e bën ata, dhe ata nuk, kur i hyn kësaj çështje, nuk i hyn duke ditur që Rama ka këtë qëndrim, dhe ajo ndodhet domethënë vetëm gjatë rrugës, kështu që në këtë aspekt unë mendoj që do të ishte pa drejt ti penalizojmë vëllezërit dhe motrat tanë cilët kandidojnë në partinë e Ramës. Përkundrazi, unë mendoj që këta duhet të ndihmohen, domethënë dhe t'u jepet vota, t'u jepet shansi fundja, dhe ka diçka që ata nuk kanë folur në emër të muslimanëve. Domethënë ata nuk, kur kanë hyrë në politikë, nuk kanë hyrë si përfaqësues të muslimanëve. Ata kanë hyrë si përfaqësues të gjithçka tjetër, po jo në emër të muslimanëve. Pra, dikush ka hyrë si përfaqësues e grave, dikush tjetër ka hyrë si përfaqësues i Kukësit për atë mikun dhe vllajën tim shumë të mirë atje si kandidat në Kukës, zotëri Aliun. Pra, të cilit i uroj fitoren me këtë rast, unë vetë personalisht Parti Socialiste dhe kësaj politike që është sot, sinqerisht unë nuk do t'ja jepja votën kurrë, por nga ana tjetër unë për këta njerëz unë do t'i zgjidhja këta njerëz, do doja që të ishin këta njerëz në politikën shqiptare. Dhe fundja, politika shqiptare duhet të riciklohet tashmë, duhet të largohen ata njerëzit që kanë mendjen vetëm te paret, si të vjedhin, si të bëjnë kontrata, si të bëjnë tendera, dhe të vinë ca njerëz të cilët kanë frikë Zotin më burr. Domethënë disa njerëz të cilët janë mësuar që ka moral, që kanë nder, që ka i Zot atje sipër që na shikon, dhe i cili thotë kjo është haram e kjo është halal, dhe që ka i ditë gjykimi ku do gjykohemi. Këta njerëz duhet të vinë dhe duhet ta mbushin parlamentin. Kjo është ideja. Unë i përkrah këta njerëz dhe shpresoj që këta do të marrin përvojën e duhur, shpresoj të fitojnë, edhe të marrin përvojën e duhur sepse nesër këta njerëz do na duhen vërtet për ta themeluar politikën shqiptare. Një politikë e cila njerëzit të kenë frikë Zotit. Njerëzit domethënë të kenë përgjegjësi përpara zgjedhjeve të tyre. Sot për shembull nëse ne flasim sot me brezin ton, por edhe me trit, domethënë të cilët duan të hyjnë politikës, për çfarë hyjnë politikës në të vërtetë? Mendojmë, a ka dikush prej tyre që thotë që vallai nuk kam frikë Zotin se i ditë do mpyesi për këtë elektorat që po më jep votën. Sa prej tyre thonë këtë fjalën vetvete ose e besojnë këtë gjë vetvete? Po thuajse zero. Atëherë kur janë këta të tillët që ne i njohim,
atëherë duhet i fusim në pikërisht duhet ja japim besimin këtyre se ne dim që këta vërtet e kanë frikë Zotit dhe i njohim edhe në jetën e tyre të mëparshme, kështu që unë mendoj që këta patjetër duhet të përkrahen. Dhe nuk duhet të penalizohen për diçka që nuk e kanë bërë dhe vetë nuk janë dakord për atë që ka thënë Rama. Unë jam i bindur që edhe zonja Tira, edhe zotri Aliu, asnjëherë nuk kanë qenë dhe nuk janë dakord me ato qëndrime të Ramës. Dhe ndoshta me kalimin e kohës edhe do ta vërtetojnë që qëndrimi i Ramës është gabim, edhe qëndrimi i tyre do të jetë qëndrimi i drejtë. Po. Eduardo, më falenderoj shumë për të treja çështjet që diskutuam, jam shumë i njohës për kohën dhe për analizën dhe shpresoj që të dëgjohemi sërish. Po, inshallah. Allah të rrit, unë të falenderoj gjithashtu.